in your eyes. Guys, great step, but you need even more. Finiamo lunedì. Stasera noi usciamo tutti. Pritet filloj ndeshja me Serbisë dhe Shqipërisë në stadiumin e Leskovacit, pra ose Leskovcit si shnjihet në gjuhën shqipe, një stadium i cili në kushte normale ka rreth 8100 po quaj kapacitetin e tij, pra të tifozëve, ndërkohë që sot mendohet janë rreth 3500 veta të përzgjedhur. Ndeshja ndikohet edhe nga situata politike në Serbi, ku disa ditë më pas, në datën 14 tetor, pritet të jetë 1 vjetori i ngjarjeve të Novi Sadit dhe është paralajmëruar një protestë e madhe me mbi 1 milion njerëz, gjë që duket si do vi, ndërkohë që për momentin skuadrat janë gati për të zbritur në fushën e lojës për rreth 7-8 minuta, nuk ka një atmosferë tensionuar në aspektin është pjesa e ekipit kombëtar të Shqipërisë, pra janë emrat e futbollistëve, nuk ka ndonjë ndryshim madh në formacion me përjashtim të Uzunit, i cili duket se ka qenë një surprizë në sulm. Ndeshja me Serbinë është shumë e rëndësishme sepse si për ne, si për serbët, kjo është ndeshja që mund të hapë rrugën drejt vendit të dytë në grup për të mundësuar play-offin për botrorin e Amerikës së Veriut. Natyrisht një rezultat, një humbje e nxjerr Shqipërinë jashtë, një barazim i bën mundësitë e saj teorikisht të pamundura, po themi matematikisht po teorikisht pamundura, ndërsa një fitore sotme do ta konsolidonte Shqipërinë, që më pas dhe një fitore tjetër me Andorrën mund ta çonte në vendin e dytë në grup, duke menduar që Anglia do të fitojë ndeshjen tjetër me Serbinë. Serbia është për momentin vetëm një pikë përpara nesh, të shohim si do shkojë ndeshja. Atmosfera është fare e qetë, nuk ka tensione, madje as jashtë stadiumit pothuajse nuk ka pasur asnjë lloj tensioni. Shohim si do shkojë. Provi per destra 15.
Gol minutën e fundit, madje në minutën shtes, duket se ndeshja ishte e balancuar, nuk duket shumë e motivuar ekipi serb, ndërkohë që momentet e para Shqipëria ishte pak u përpoq të përballonte presionin e ekipit po quaj vendas, ndërkohë pothuajse gjithë loja me një numër kaq të vogël spektatorësh ngjan si thjesht në një fushë të një qyteti të vogël, nuk ka tensionin e një stadiumi të madh. Gjithsesi 45 minuta ka vetëm një rrugë për Shqipërinë të vazhduar, vetëm fitore. Stadiumi Leskovacit, sa ka mbaruar Leskovskit, sa po ka mbaruar ndeshja, akoma janë vetëm mediat shqiptare edhe pak punonjës të stadiumit. Është fitoria e parë e Shqipërisë mbas 80 vjetësh, mos gaboj duhet kemi fitore diku në vitin 45, ndeshjen e parë Shqipëria ka luajtur me Jugosllavinë asaj kohe. Është atmosfera që e zakonshme, sidomos poshtë në dhomat e zhveshjes, ku ekipi sot do të marri pushim, shihemi të hënën, tha Silvinho. Është në fakt kishte një ndjesi që ndeshja do shkonte mirë, sepse i gjithë ekipi ishte të jetë i motivuar. Ky është, kam përshtypjen, fitore që do kujtohet, sepse e para i hap rrugë Shqipërisë drejt vendit dytë në grup, një mundësi shumë të madhe që tani të shkojmë në play-off, dhe përtej kësaj që është më rëndësishmja, është i fitore në një lloj ndeshje ku ka shumë emocione, ku ka shumë ngarkesë emocionale, ngarkesë historike, po e shoh vetëm si ndeshje futbolli. Absolutisht që sot ne ishim superior në fushë. Pavarësisht se u duk sikur serbët e luajtën topin pak më shumë se ne si kohë, ne ishim dukshëm superior. Kështu që stadiumi i Leskovcit, nuk e di sa emocionuese ishte, të jap ca pamje të gjithë filltimi, nga fillimi në fund, që nga momenti kur mbritëm në Serbi edhe deri në momentin që mbaroi kjo ndeshje, do t'ju tregoj pastaj në fund edhe pamjet e kthimit në Tiranë. Shihni çfarë atmosfere që ka në stadium, atje janë vetëm tifozët e Shqipërisë, pak tifozët e Shqipërisë që kanë ardhur. Ky është moment për të mos u harruar fakt. Pas kam në Peredi Jupit. Nuk e di, sikur e ndolli presidenti i Serbisë që tha që ata mund të rrafin Serbinë, por ne do të jemi atje. Tani të shohim situatën.